të kësaj gjendje? Po, është e vërtet, sidomos përfshirja ime në politike, ka qenë vendim që është marrë pikërisht për shkak edhe gjendjes time fizike, edhe të komunitetit cilit unë i takoj, po edhe komunitetin cilin unë e kum përfatësu mbilën vite para përfshirjes time në politikë. Ti ke qenë shumë e vogël, apo jo? Kom qenë bebe, realisht, 17 muaj, e kom fitu... Çfarë ka ndodhur më saktësisht? Po, paralizë e fëmijëve, ose qysh edhe njihet në gjuhën shëndetësore si poliomilitis, cilën ma ka shkaktu vaksinimi. Do me thonë, unë si bebe, qysh edhe më shtregu prej familjes, gjithmonë kum pas një imunitet pak ma dopt edhe pak ma me kështu me prej gripnave, ma i prekne e kështu edhe kom shku me i marë me e bu vaksinimin që janë bu në atë ko për fëmit që vaksinimi me mbrojt prej smundjeve cilat mujnë me ardhë. Po fatkeqësisht ose fatmirësisht nuk e di cilën muj me përdor në këtë rast, te unë ka pas një efekt tjetër ku prej momentit kur e ku marë, do me thonë më është bo vaksinimi, unë e kum fitu paralizën e fëmijëve ose diagnozën poliomilitis, që për mu ka qenë normalisht sfigja gjithë rrugtimit tim dhe zhvillimit tim, ama është edhe një diçka që shpesher unë bëhet pyetja, a e menon vetën pa aftësi në kufizume, edhe ndoshta krejt çuditën me përgjigjen tam për shkak që unë sinqerisht nuk e menoj vetën pa aftësinë tam të kufizume, edhe nuk e di ç'është kish me qenë jeta jam pa problemin tam fizik, se nashta krejt e kjo ka ndiku faktit që e kum fitu me një moshë jashtëzakonisht shumë të vogël, edhe jom rrit, edhe kum bashkjetu me problemin cilin e kum pas. Po normalisht, edhe pse në fillim gjendja ka qenë ma e ranë, po mbështetja e familjes edhe kujdesi jashtëzakonisht shumë i madh i tyne, edhe pse jemi kanë kohë lufte, ka bo që unë me zhvillu jashtëzakonisht shumë vetën tam në aspektin fizik, edhe sot me qenë komplet e panvarur edhe me bo një jetë panvarur. Edhe pse e kom paralizën, unë eci, kry obligimet e mia, vozitis edhe në emision erdha vetë, dhe më thonë, unë e kum arrit me qenë 100% e panvarur sa i përket obligimeve dhe gjithë jetës time. E mba mend vetën